Përshëndetje dashur miq. Unë në rrjetet e mia sociale bëj gjithmonë prononcim në video mesazhe në momentin kur shoh që situatat kanë vërtet argument, kanë vërtet brumë, si e themin në gjuhën popullore, për të shtjelluar të gjithë situatën që ndodh. Dhe për çudi dhe për ironi të fatit, urdhroni dhe dëgjojeni këtë sorkadhen e Sali Berishës, si e të zarigogën e Edi Ramës. Zonja Tabaku, replik. Shiko, për Redin Reda dhe qorët që nuk shohen, Partia Demokratike ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara e kam firmosur unë. Për statusin e minatorit kemi diskutuar e debatuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim me qenë se je deputet i ri, të bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Përdore parlamentin për njerëzit, mos e përdor parlamentin për të sulmuar ato që flasin për njerëzit. Tani, këtë e mora si argument më shumë për të thënë që zonjës Tabaku, po këto nuk janë zonja, këto janë zonja sepse partia i ka bërë zonja, se po të ishin si gjithë qytetarët e thjeshtë të Republikës Shqipërisë, këto nuk do ishin as zonja sepse këta janë njerëz të paaftë, që mbajnë mbas një partie që të vetmen gjë që ka në mendjen e tij është pazaret me Edi Ramën, dhe këtu kam fjalën për Sali Berishën, dhe duke mbajtur këta rrogëtarët nga mbrapa për të bërë atë zhurmusin ndash në parlament dhe kudo. Madje, këta tani kanë shkuar dhe më tej, sepse e shikojnë që po rrezikohet vërtet pushteti, kanë shkuar deri atje sa do bëjnë dhe dhomën e senatit në parlament, do me thënë do ketë senator, 60 deputet dhe 40 senator, po do vi përse e vura dhe këtë video, po këtë po e shpjegoj, sepse këta, ose me qartë përse Edi Rama dhe Sali Berisha janë në një kompromis të përbashkët për ta mbajtur peng Shqipërinë sa këta t'jenë gjallë dhe sa gjallë t'jetë fara e fëlliqur e këtyre lloj politikanëve. 8 vjet në pushtet që partia jote. Kishte edhe atëre minator, kishte edhe atëre punëtor, kishte edhe atëre naftëtar, por naftën kjo partia jote me Gencë Rulin dhe Sali Berishën është që janë lënë këmbore në qafë popullit shqiptar një kompani hajdute ku protestojnë sot naftëtarët dhe vidhet hari i zi nga kompania Bankers që këmbore në qafë e ka nga Gencë Ruli dhe Sali Berisha. Me që ti përmende pas ke sjell amendamentet e tua në parlament dhe i drejtohesh Redave dhe qorave dhe që thua. Si kur të kishte Shqipëria, ose ajo sallë aty ku ti ndodhesh, sallë, do ta them më vonë çfarë sallë, kur të përmend ata senatorët që do të bëj ky kryetari jot, atëherë do të ta shpjegoj çfarë sallë jeni ju dhe çfarë sallë ka qenë një herë në historinë e Shqipërisë kemi patur senator ne, më duket se nëse zgaboj nga aq sa kam unë njohurinë brenda memorjes time dhe sa kam lexuar, që zogu 1 më duket se ka patur dhomë senatorësh një 18 senatorë nëse gaboj, dhe më duket një 2 a 3 zgjidhshin nga kryetari i shtetit, nuk e di se si ka qenë. Gjë tillë ka qenë. Dhe ja kemi parë Hairin, por do vit tek ty tani. 8 vjet në pushtet dhe të përmenda Bankersin që e ka sjell Gencë Ruli jot i partisë tënde bashkë me Sali Berishën. Pse nuk u kujtuat ju atëre për minatorët? Pse nuk kujtuat ju atëre për pensionistët? Pse nuk kujtuat dhe mos kishte ardhur qeveria Rama sot? Sepse në 2013 dhe shiu që binte në Republikën e Shqipërisë, faji ishte i juaj. Por sot është e njëjta gjë. Dhe shiu që bie në Republikën e Shqipërisë, faji është një njeriu. Atëherë ishte Sali Berisha, sot është Edi Ramës. Tani, këtu nuk jam për t'ju mbrojtur. Dhe po i them këto, po i them që ti, për faktin sepse ju rrezikohet pushteti nga Lëvizja Bashkë, keni dalë kundra një deputeti që është sa për gjithë ju aty brenda.
që është sa për gjithë të brenda. Dhe këtu nuk e bëj për të bërë lajka sepse është deputeti i subjektit ku unë jam antar, por është realitet. Është realitet, është një djalë i formuar dhe po të shikosh me qetësinë që flet dhe argumentin, të lë të kuptosh që nëse populli shqiptar do kishte zgjedhur deputet të nivelit të Redi Muçi në parlamentin shqiptar, sot shqiptarët nuk kishin nevojë, si kundra dhe unë, të shkonin as në Greqi, as në Gjermani, as në Itali dhe as kërkund. Por do ishin në Shqipërinë e tyre, do luftonin për ndërtuar Shqipërinë e tyre aty. Dhe nuk do luftonin për ndërtuar Greqinë, Gjermaninë, Italinë, e me radhë, e kështu me radhë. Por jo vetëm. Në minjerat e Kromit, në Bulqiz, në vendin më të pasur të vendit, janë njerëzit më të varfër. Kjo nuk është rastësi. Në Myzeqe shkojnë të naftëtarët. Kjo prapë nuk është rastësi. Në vendin më të pasur, me resursin më të fitimprurës, janë njerëzit më të varfër. Dhe keqja më e madhe është se ti, e nderuar Sërkave, del dhe broçkullet atje në parlament, sepse keni frikë të ktheheni në rolin e qytetarit të thjesht, sepse jeni mësuar duke vjedhur gjithë së bashku aty. Gjithë së bashku jeni mësuar duke vjedhur në atë parlament dhe tani do të vit ai te dhoma e senatorëve të tu. Dëgjoj këtu. Ju e ndritët të halen që keni bërë tani dhe mbeti për kafenen e qebap dhe qofteve, se këtil kafeneje ka patur dikur Ahmet Zogu, dhomën e senatorëve. Atje ishte ku shynte në dhomën e qoftegjinjve, zdilte më pastaj. Kafe, raki, e miru pafshim. Kështu dojnë ta kini dhe aty. Ata 40 senator të mos i preki as ligji, as kushtetuta. Frika juaj është sepse u pret burgu që të gjithë bashkë aty. Që të gjithë bashkë ju pret burgu dhe tani ju po nxirrni këtë mrokullën e radhës, do ulni numrin e deputetëve. Sikur dhe një deputet të mbetet në Republikën e Shqipërisë, nëse nuk punon për vendit e për atë dheun, është i pavlefshëm. Ju keni punuar kundra Shqipërisë për 35 vjet, gjithë brenda aty, që nga 1992 dhe deri më sot. Dhe për faktin sepse një deputet ekziston aty brenda që po ju lëviz themelet dhe po ju kërkon llogari në të gjitha aferat korruptive, qofshin të opozitës, qofshin të pozitës, që jeni të gjithë bashkë për të vjedhur shqiptarët dhe pra zgjedhjet e sinë aty. Nuk keni për hallat e shqiptarëve. Dhe do t'i bëni 100 deputet ju për hallat e shqiptarëve. Do t'i bëni 100 deputet, 60 në parlament dhe 40 në dhomën e senatorëve që quhet, do t'i bëni për hallet e tuaja, sepse i dini shumë mirë çfarë u pret. Nga spaku e me radhë. Kjo është e vërteta dhe du të zgjohet populli të ngrihet, për rrogat tuaja janë mblidhin gjithë kartonat ju. Për hallet, për pensionistët, për minatorët, për naftëtarët, për këdo aty brenda, për bujqit, për njerëzit në nevojë, ju nuk mblidheni kurrë. Prandaj, populli shqiptar ju duhet ju çojë në vendin e duhur njëre mirë. Dhe e vetmi subjekt që ju sot ju tremb dhe i trembeni është Lëvizja Bashkë dhe atë retorik, por dhe atë etik që ti përdor në parlament me një pafityrsi, nëse njerëz të nivelit tënd me këtë fjalor dhe këtë etik janë njerëz me potencial të lartë, imagjino në çfarë deregjeje ndodhet intelektualiteti shqiptar. Ti je shëmbulltyra e intelektualitetit në momentin që ju preket karrikja pushteti, sepse ju nuk dini punë tjetër. Puna juaj është jeni hajdut, domethënë në atë sallë është salla e hajdutëve dhe ta përmenda. Pak më lart që ju do ta ktheni atë sallë që është një nga vendet më të shenjta ku aty bëhen ligjet, po duhet të bëheshin ligjet e para për ju, po të ishit kaq të rregull dhe kaq të sinqert me popullin dhe sovranin që ju çon aty, se nuk u ka shpën kurrë. Ju kini 35 vjet, herë majtas e herë djathtas, e herë blini të majt, e herë blini të djath, po këta kanë qenë shqiptarë, nuk kanë lindur as majtas të djath.
Në momentin që do arrim që të kthejmë syt tek Shqipëria dhe të drejtojmë syt për më të mirin në krye të shtetit, atëherë ka për të ndryshuar edhe ky vend. Deri atëherë do vazhdojmë të jemi në këto pellgjet e kënetave që ndodhen në të gjitha shtresat e Republikës Shqipërisë. Jo vetëm në institucione, por dhe në shoqërinë shqiptare. Jemi kthyer në një kënet, në një moçal që vetëm bar i kalbur mbin në atë vend. Domethënë, bari i moçalit është i kalbur te e mban. Ky jemi si popull dhe mos ndali thot njeri që shan. Jo, nuk është sharje kjo. Kur të vi koha e intelektualëve të duhur, siç janë dhe intelektualët që ka sot Lëvizja Bashk, atëherë Shqipëria do të ketë ndryshim. Deri atëherë do të jemi populli i nështruar për servilizëm. Kaq e thjeshtë është. Kaq dhe do të shkojmë, sa gjëra do të thuhen këtu brenda, por në një video nuk mund të përmbledh, do të rri një orë dhe është e bezdishme të rish të thuash për këtë grup zagarësh që na kanë drejtuar për 35 vjet dhe vazhdojnë të njëjtat lojra akoma. Ku vazhdojnë? Tek një popull që kanë lënë në alfabetizëm dhe në mjerim. Kaq e thjeshtë, ju përshëndes.